Këshilli i Ministrave ka propozuar ndryshime për ligjin për prefektin e Qarkut, të cilat synojnë forcimin e rolit koordinues të prefektit në nivel vendor dhe zgjerimin e kompetencave të tij në fusha të ndryshme të sigurisë, mbrojtje civile dhe administrimit të territorit. Një nga risit kryesore të projekt ligjit është përfshirja e policisë bashkiake në mekanizmat e koordinimit me prefektin. Sipas ndryshimeve të propozuara, prefekti do të konsultohet dhe bashkëpunojë me drejtuesit e policisë bashkiake dhe bashkitë për çështjet që lidhen me rendin, qetësinë dhe sigurinë në komunitet. Gjithashtu ai do të ketë rol koordinues në veprimtarinë e policisë bashkiake në të gjithë territorin e Qarkut. Projekt ligji i jep prefektit edhe një rol më aktiv në strukturat e sigurisë publike. Ai do të marrë pjesë në mbledhjet e këshillave vendor të sigurisë publike, si dhe në Këshillin Kombëtar të Sigurisë në Komunitet, duke paraqitur problematikat e Qarkut e duke koordinuar zgjidhjen e tyre me institucionet përgjegjëse. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me mbrojtjen civile. Prefekti do të bashkëndojë veprimet me njësitë e vetçeverisjes vendore, Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe forcat e armatosura për përballimin e emergjencave dhe situatave të rrezikut. Risja më e madhe e projekt ligjit është krijimi i institucionit të prefektit detar, i cili do të jetë përfaqësues i Këshillit të Ministrave për çështje detare në zonat bregdetare të vendit. Parashikohet emërimi i 2 prefektëve detar me qendrat në Durrës dhe Vlorë, të cilat do të kenë përgjegjësi për koordinimin e institucioneve në fushën e sigurisë detare, mbrojtjes së mjedisit detar, menaxhimit të burimeve detare, transportit detar dhe monitorimit të vijës bregdetare. Sipas projekt ligjit, prefektët detar do të drejtojnë task forca dhe grupe pune për çështje detare, do të monitorojnë zbatimin e politikave qeveritare në zonat bregdetare dhe do të raportojnë periodikisht në Këshillin e Ministrave për problematikat dhe zhvillimet në këtë sektor. Nëse miratohet nga Kuvendit, ligji do të hyjë në fuqi 15 ditë pas votimit në fletoren zyrtare.